Në akt akuzën e saj pohon që kjo shenjë nga une, sepse si pasaj kom mbajtur bashortën time për, si që thot kjo, për mos t'ju shmongur plumbit. Apo jashtohet mundësia e vetë lëndimit në momentin në tentativë për ikur apo diçka tjetër. Bazuar në shikimin e vendit të ngjarjes, drejtimi i qitjes përforcohet me të dhënën tjetër të rrjedhjes së gjakut në anën e majtë të trupit të tanimotëndjerës. Më herët u përgjigjet se mjeti me të cilin është shkaktuar lëndimi, gjithsesi hematoma, i përgjigjet një mjeti që përjashton këndet e rregullta. Dora është mjet tipik topitës pa kënde të rregullta. Dora është një nga mjetet e cila nuk mund të përjashtohet si mjet përmes të cilit është shkaktuar ky dëmtim trupor. Përderisa konsiderohet që kjo hematom është shkaktuar nga mjeti topitës, a mund të na sqaroni nëse kjo hematom i përgjigjet më shumë shkaktimit të saj nga goditja me mjet topitës apo shtrëngimi nga mjeti topitës? Jo, nuk mund të përgjigjem pasi që mekanizmi i veprimit të dy mjeteve është i njëjtë. Por si shembull konkret, edhe me diçka më mshu, ndoshta vizimet e mjetit me cilin i shkaktua ajo ishin vizualizu. Po të Mirë, po në rastin konkret, po të goditej me ndonjë mjet tjetër përveç shuplakës apo drushit, përveç shtrëngimit me shuplak, do të vizualizoheshin, shiheshin karakteristikat e mjetit me të cilin është goditur. Bazuar në ekzaminimin makroskopik, nuk është konstatuar edhe vizualizimi i gishtërimeve të dorës. Për këtë arsye nuk mund të përjashtohet asnjëri mjet si mjet i cili e ka shkaktuar këtë dëmtim. Në kushte normale, unë nuk kam nevojë as me bë pyetje, sepse nuk besoj që një shenjë në dorë mund të shkaktohet nga dikush që as nuk ka qenë prezent në momentin e vrasjes e para. Por prokuroria në akt akuzën e saj pohon që kjo shenjë është shkaktuar nga une, sepse si pasaj kom mbajtur bashortën time për, si që thot kjo, mos t'ju shmongur plumbit. A thot raporti juaj këtë, që a vërteton kjo që une e kom mbajt gruan time në momentin e vrasjes? A është kjo pyetja e nejt? Po. Mjeku ligjor nuk paragjykon pozita apo situata të cilat kanë mund të jenë në momentin e vrasjes së tanimotëndjerës. Mjeku ligjor ka obligim që të bëjë përshkrimin e qartë të çdo dëmtimi trupor, duke i përshkruar karakteristikat e dëmtimeve trupore, në bazë të cilave bëhet edhe interpretimi i provave mjeku ligjore për prokurorin e shtetit në fazat e hetimit. Në raportin tuaj tregoni që dëmtimi është shkaktuar në periudhën trupore jo me gjatë se 1 orë para vdekjes. Që do të thotë, ka mund të ndodhë 59 minuta para vdekjes ose 10 sekonda para vdekjes. A është saktë kjo? Kjo ka mund të shkojë deri në 3 orë para vdekjes. Në raport thuhet 1 orë për korrekcion. Nëse ka mundësi veçme po. Ne pritet përgjigjen. Kjo ka mund të shkojë njëherë deri në 3 orë, prej 0 deri në 3 orë para momentit të vdekjes, pasi që si që theksuam më herët, e ndjera ka qenë obeze, dhe për këtë arsye, variablat e periudhës kohore të shkaktimit të këtij dëmtimi zgjerohen. Edhe një pyetje, doktor, apo jashtohet mundësia e vetë lëndimit në momentin në tentativë për të ikur apo diçka tjetër? Jo, nuk mund të përjashtoj. Unë nuk mund ta përjashtoj, edhe nuk është detyrë e ime. Për fund, vetëm dua të shtoj se përveç dëmtimeve të cilat u elaboruan gjatë kësaj seance, bazuar në shikimin e vendit të ngjarjes, drejtimi i qitjes përforcohet me të dhënën tjetër të rrjedhjes së gjakut
në anën e majt të trupit të tani më të ndjirës. Është një provë ma shumë e vërtetu drejtimin e qikës që kja.